SPAK ka nisur komunikimin e akuzave në kuadër të hetimeve për dosjen IPARD, një çështje që lidhet me dyshime për shpërdorim të miliona eurove të fondeve të Bashkimit Evropian të destinuara për bujqësinë shqiptare. Sipas burimeve, hetimet e nisura prej më shumë se 2 vitesh po shkojnë drejt përfundimit, ndërsa personat nën hetim po përballen me akuzat përkatëse. Një nga të parët që është thirrur është Renia Shiku, administratori një kompanie konsulence, të cilit i është komunikuar akuza për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Hetimet lidhen me skema të dyshuara ku fondet të IPARD-it dyshohet se janë kanalizuar përmes kompanive konsulente dhe projekteve të ndryshme, në vend që të shkonin drejt për drejt te fermerët dhe zhvillimi rural. Çështja ka tërhequr vëmendje të madhe pasi Bashkimi Evropian ka pezulluar ose rishikuar financimet IPARD për Shqipërinë pas rekomandimeve të Zyrës Evropiane kundër mashtrimit OLAF, e cila ka ngritur dyshime për keqpërdorim të 10 milionë eurove. Hetimet vijojnë ndërsa ende nuk është e qartë nëse do të ngrihen akuza edhe ndaj drejtuesve të lartë të administratës të përfshirë në menaxhimin e fondeve, përfshirë ish ministren Frida Krifca. Hetimet për dosjen e 21 janarit vijojnë prej 2 vitesh nga ana e SPAK-ut, por familjarët e viktimave shprehen të zhgënjur nga mungesa e progresit. Mark-Nika Xhaxhai, i njërit prej viktimave, i është drejtuar sot kuvendit dhe veçanërisht kreut të grupit parlamentar socialista Uland Balla, duke kërkuar ndërhyrje për përshpejtimin e hetimeve. Sipas tij, prokuroria e posaçme nuk po zbaton kërkesat e gjykatës europiane të drejtave të njeriut dhe të gjykatës së lartë të Shqipërisë për zbardhjen e plotë të zinxhirit komandues. Mark-Nika u paraqit sot në SPAK, ku është marrë në pyetje, por në dalje për gazetarët bëri deklaratën e fortë kur tha se ka një mungesë vullneti në SPAK për të avancuar me këto hetime. Ai kërkon madje miratimin e një rezolute nga kuvendi për të detyruar avancimin e çështjes, duke theksuar se pas 15 vitesh ende nuk janë marrë në pyetje të gjithë personat që kanë ndjeni për ngjarjen. Prokuroria e Tiranës ka dalë me njoftim zyrtar për aksionin e fundit ndaj disa call centerave në Tiranë. Prokuroria e Tiranës, në bashkëpunim me autoritetet austriake dhe agjenci ndërkombëtare si Europol dhe Eurojust, ka ngoditur disa call centera të dyshuar për mashtrime ndaj qytetarëve të Bashkimit Evropian përmes skemave fiktive të investimeve. Hetimi 2 vjeçar ka çuar në masa sigurie për disa persona dhe arrestime në flagrancë, ndërsa janë sekuestruar qindra pajisje elektronike dhe shuma të konsiderueshme parash. Dëmi i shkaktuar sipas hetimeve dyshohet se te i kalon 50 milion euro. Sipas dosjes, rrjeti funksiononte i ndarë në grupe sipas gjuhëve, ku operatorët paraqiteshin si këshilltar financiar dhe bindnin qytetarët të investonin në platforma të rreme ose të hapnin llogari me depozita fillestare. Hetimet tregojnë se paratë zhvendoseshin edhe përmes kriptovalutave, ndërsa disa kompani të regjistruara në Shqipëri dyshohet se janë fiktive dhe të lidhura me njëra tjetrën. Autoritetet kanë sekuestruar rreth 891.000 euro, 443 kompjuter, 238 telefona celular dhe pajisje të tjera elektronike, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e të gjithë rrjetit. Ndërkohë, ditën e sotme u zhvillua seanca gjyqësore për konfirmimin e masave të sigurisë për të arrestuarit në kuadër të aksionit e call centerat në Tiranë. Gjykata e Tiranës la në qeli 5 nga të arrestuarit. Bëhet fjalë për shtetasit Eduard Dalla, Tedi Agastra, Mateo Hoxha, Joel Mekolli dhe Ledio Toçi. Ndërkohë, për Aida Voklin, bashkëshorten e Ledio Toçit, gjykata ka vendosur masën detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Disa nga personat ende nuk janë arrestuar nga policia, ndërsa gjykata caktoi në mungesë masën e sigurisë arrest me burg për Johnny Hitajn dhe Marcel Lamin, ndërsa për Ledio Cenajn është caktuar masa detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit. Gjykata e posaçme ka vendosur sekuestrimin e 232 pasurive që dyshohet se lidhen me grupin kriminal të Jetmir Pepës, i akuzuar për trafikimin e 7.5 tonëve kokainë nga Amerika Latine drejt Europës. Vlera totale e pasurive llogaritet në rreth 12 milion euro. Mes tyre përfshihet edhe 100% e aksioneve të kompanisë Pepa Group, e regjistruar në emër të familjarëve të Pepës, një firmë ndërtimi që ka përfituar 10 milion euro nga tender publik në nivel vendor dhe qendror. Sipas të dhënave hetimore, kompania ka zgjeruar aktivitetin në disa sektor, përfshirë ndërtimin, energjinë dhe hotelerin, si edhe ka fituar një numër të madh kontratash publike në bashkëpunim me kompani të tjera. Hetimet e SPAK-ut dyshojnë se struktura e biznesit është përdorur për fshehjen dhe qarkullimin e të ardhurave të paligjshme, ndërsa disa antarë të familjes Pepa dhe bashkëpunëtorë të tyre janë në hetim ose në kërkim. Sekuestrimi konsiderohet një nga goditjet më të mëdha pasurore ndaj një rrjeti të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të drogës në Shqipëri.
Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si edhe kushëririn e tyre Hysen Neza, të akuzuar për rrëmbimin e ndërtuesit Florian Sula. Të dyshuarit nuk kanë dhënë deklarime në gjykatë, ndërsa avokati i tyre mohoi akuzat, duke pretenduar se nuk bëi fjalë për pengmarrje, por për një sqarim borxhi prej 60 milion lekësh. Sipas mbrojtjes, Sula u lirua sapo u kuptua se nuk kishte mundësi pagese, por hetimet tregojnë një tjetër version. 3 të rinj dyshohet se u prezantuan si agent të byros kombëtare të hetimit, e morën me forcë dhe mbajtën për disa orë në një ambient privat. Ngjarja ka ndodhur më 31 mars, ku sipas policisë, Sula është dënuar dhe janë kërkuar 2 milion euro për lirimin. Ai ka premtuar 500.000 euro, por më pas ka kallëzuar rastin në polici. Zjarri që shkatroi rreth 30 apartamente në një pallat 12 katësh pranë zonës së njohur si Farmacia 10, dyshohet të jetë shkaktuar nga pakujdesia e disa të miturve, të paktën kjo sipas hetimeve paraprake. Pamjet e sigurisë tregojnë 5 fëmijë pranë një marketi në katin e parë të Godinës, ku 2 prej tyre dyshohet se hedhin një objekt të ndeshëm mbi disa kuti kartoni. Pak minuta më vonë, në të njëjtin vend shpërthen tymi që kthehet në flak dhe përhapet me shpejtësi në fasadën e pallatit. Policia ka arrestuar 4 persona dhe ka proceduar të tjerë, mes tyre menaxher, inxhinier dhe administrator të objektit, të akuzuar për shkatrim prone nga pakujdesia dhe shkelje të rregullave të sigurisë. Zjarri dyshohet se nisi nga ambientet e një marketi në katin e parë dhe u përhap për shkak të materialeve të ndeshme pranë fasadës. Ndërkohë, kryeministri Rama deklaroi se pallati do të rindërtohet plotësisht nga ndërtuesi dhe theksoi nevojën për sigurimin e banesave, duke falendëruar Zjarfiksit për ndërhyrjen. Të njëjtin premtim për rindërtimin e plotë të këtij pallati e bëri një ditë më parë edhe vetë kompania e ndërtimit. Prokuroria e Vlorës ka përfunduar hetimet për rastin e ndërtimeve paleje në zonën e Kodrës së Rapojve në Himar, duke quar për gjykim 7 persona. Mes të pandehurve janë 4 ish zyrtarë të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe 3 qytetarë të akuzuar për ndërtim të paligjshëm dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, zyrtarët dyshohet se kanë lejuar ose nuk kanë ndërhyrë për të ndalur ndërtimet paleje, duke dëmtuar interesat e shtetit dhe të palëve të tjera. Dosja është ngritur mbi procedimin penal të vitit 2021 dhe tashmë pritet që të shqyrtohet në gjykatë, ku do të përcaktohen përgjegjësitë individuale të pandehurve. Gjatë seancës së radhës në kuadër të dosjes së njohur Plumbi i Art në gjykatën e posaçme, i pandehuri Aslan Plaku ka ngritur akuza të forta për kushtet e transferimit të tij mes burgjeve. Plaku ankua se zhvendosja nga burgu i Durrësit në atë të Burrelit, si edhe planifikimi për transferim në Drenov, po e vështirëson ndjeshëm pjesëmarrje në seancat gjyqësore. Ai përmendi kushtet e transportit dhe distancën, duke theksuar se kjo situatë po ndikon drejt për drejt në të drejtën e tij për mbrojtje. Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij ishte mungesa e dosjes hetimore që sipas Plakut e pengon të përgatis strategjinë e mbrojtjes. Ai deklaroi gjithashtu se nuk ka njohje me avokatin e caktuar dhe refuzon të përfaqësohet pa praninë dhe miratimin e tij. Nga ana tjetër, prokurori Behar Dibra u shpreh se këto pretendime po dëgjohen për herë të parë dhe do të verifikohen, duke shtuar se institucioni i burgjeve funksionon i pavarur nga organi i akuzës. Edhe trupi gjykues reagoi me kujdes, duke theksuar se për momentin mungon informacioni i plot për të marrë një vendim, por duke garantuar se do të shqyrtohen të gjitha mundësitë për zgjidhje. Pavarësisht tensioneve në sallë, seanca vijoi normalisht, ndërsa gjykata paralajmëroi se nuk do të lejojë zvarritje të procesit. 2 persona të shpallur në kërkim janë arrestuar nga policia e Tiranës, të akuzuar për plagosje të rëndë me dashje kryer në bashkëpunim. Në pranga Rani Sakmema, 45 vjeç, dhe Bilbila Jazi, 38 vjeç, të 2 banues në Kamës. Sipas policisë, ndaj tyre është ekzekutuar urdhri i ndalimit, i lëshuar nga Prokuroria e Tiranës më 15 prill. Nga hetimet rezulton se më datë 3 prill, 2 të arrestuarit kanë goditur me sende të forta për motive të dobta një shtetas, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Operacioni për kapjen e tyre, i koduar Double, u zhvillua nga Komisariati i Policisë numër 5 pas lokalizimit të vendodhjes së tyre. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për vijimin e veprimeve të mëtejshme. Një ngjarje tragjike është regjistruar në Malishev të Kosovës, ku 3 persona kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga shpërthimi i një bombule gazi, duke rezultuar fatal për 2 fëmijët e moshës 9 dhe 12 vjeç, si edhe për të atin e tyre 35 vjeçar. Lajmi konfirmohet nga drejtori i policisë për rajonin e Gjakovës, Lumnik Graishta, i cili bën me dije se viktimat humbën jetën në vendngjarje. Forcat e policisë dhe shërbimet e emergjencës ndodhen në terren, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj tragjedie.
Ngjarja tragjike e 19-vjeçares shqiptare në Greqi ka tronditur opinionin publik, ndërsa jati i saj hedh dyshime se vajza ra prej një skeme të organizuar. Sipas tij, gjithçka nisi nga një kontakt në Facebook me një person që pretendonte se do të vinte për Pashk, duke çuar në takimin fatal. Jati mohon kategorikisht përfshirjen e vajzës së tij me substanca dhe thotë se ajo u manipulua dhe u çua në një dhomë me pretekst ndihme. Ai akuzon persona të tjerë se e futën në një kurth pasi Myrton nuk dorëzohej. Ndërkohë, autoritetet greke bëjnë me dije se 19-vjeçaria u gjet pa ndjenja dhe u dërgua në spital, ku pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme dhe përpjekjeve intensive për rreth një orë nuk arriti të mbijetojë. Shkaqet e vdekjes mbeten ende të paqarta, ndërsa priten rezultate toksikologjike dhe mjekoligjore. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur në Itali, ku i ka marrë jetën një personi, ndërsa një shqiptar ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ngjarja ndodhi në zonën e Marianos, ku përplasën një kamion i drejtuar nga shqiptari dhe një furgon frigoriferik. Përplasja ka qenë e fortë me pasoja fatale për drejtuesin e furgonit. Shoferi shqiptar u transportua me helikopter drejt spitalit në Udine, ku sipas mjekëve ndodhet në gjendje të rëndë. Identiteti i tij nuk është bërë ende publik, ndërsa autoritetet italiane po hetojnë shkaqet e aksidentit. Gjykata e Kasacionit në Itali ka lënë në fuqi dënimin me 30 vite burg për Elona Kaleshën, 42 vjeçe me origjinë shqiptare, e akuzuar për vrasjen e prindërve të ish të dashurit të saj në Firenze. Me vendimin e fundit është rrëzuar ankimi i mbrojtjes dhe është konfirmuar vendimi i gjykatave më të ulta, duke e mbyllur praktikisht procesin gjyqësor. Ngjarja daton në vitin 2015, kur çifti Teuta dhe Shpëtim Pasho u zhdukën në Firenze dhe trupat e tyre u gjetën vetëm 5 vite më vonë, të coptuar në 4 valixhe pranë një rruge në zonën Firenze Pisa Livorno. Hetimet zbuluan se krimi dyshohet të jetë kryer me paramendim në banesën ku Kalesha jetonte, ndërsa motivi i mundshëm lidhet me konflikte personale dhe financiare brenda rrethit familjar. Me vendimin e Kasacionit, dënimi me 30 vite burg mbetet përfundimtar. Një 29 vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje dhe plagosje është arrestuar në Belgjik dhe pritet të ekstradohet drejt Shqipërisë. Bëhet fjalë për Nasi Hodon, i lindur në Sarandi, dënuar në vitin 2019 me 18 vite burg nga gjykata e Vlorës për vrasje me dashje në bashkëpunim, vrasje mbetur në tentativë dhe plagosje e rënd me dashje. Ai akuzohet për një ngjarje të korrikut 2017 në Borsh, ku gjatë një konflikti dyshohet se ka vrarë një person me thik dhe ka plagosur 2 të tjerë. Arrestimi u krye në kuadër të bashkëpunimit me Fast Albania dhe autoriteteve belge mes rrjetit Aimfast, ndërsa vijojnë procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit. Detaje të reja horror kanë dalë nga vrasja e Miklovan Dakajt në Spanjë, trupi i të cilit u gjeti futur në një thes me bloqe betoni dhe i hedhur në një rezervuar në Malaga. Sipas mediave spanjolle, 31 vjeçari ishte zhdukur pas një takimi të organizuar me disa persona, ndërsa më pas familja e tij është përballur me presion për të ndalur kërkimet. Trupi u zbulua 5 muaj më vonë nga një kalimtar në gjendje të dekompozuar, por u identifikua përmes tatuazheve. Hetimet zbuluan se Dakaj ishte marrë me një automjet me qira dhe ishte shoqëruar nga personat e dyshuar të lidhur sipas policisë me krimin e organizuar. 2 shqiptarë të moshave 36 dhe 45 vjeç janë arrestuar dhe ndodhen në burg për vrasje. Autoritetet nuk përjashtojnë lidhjen e ngjarjes me larja e sapesh në botën e krimit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe rolin e çdo të përfshirë në këtë ekzekutim të rëndë. Një operacion i koordinuar në Malë të Zi dhe Gjermani ka goditur një rrjet të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të drogës, të cilin Europol e ka cilësuar si pjesë të kartelit ballkanik dhe një strukturë me rrezik të lartë. Në qendër të hetimeve ndodhet Svetislav Filipović nga Podgorica, identifikuar si organizatori i një qelize kriminale. Bashkë me të janë arrestuar edhe disa persona të tjerë në Malë të Zi, ndërsa disa të tjerë janë shpallur në kërkim. Sipas autoriteteve, rrjeti dyshohet se ka trafikuar sasi të mëdha droge, përfshirë rreth 2.7 ton kokainë dhe 1.5 ton kanabis përmes rrugëve detare dhe ajrore drejt tregjeve të Europës. Europol dhe policia malazeze thonë se rrjeti kishte strukturë të organizuar me role të ndara, financim dhe logjistik ndërkombëtare, duke shtrirë aktivitetin në disa vende të Bashkimit Evropian dhe jashtë tij. Hetimet vijojnë, ndërsa rasti shihet si një nga goditjet më të mëdha ndaj rrjeteve kriminale të Ballkanit në vitet e fundit.